Shpesh herë kaloj në këtë qendër të qytetit. Miliona hapa njerëzish kryqësohen çdo ditë. Ndërsa unë kur nis të mendoj për këtë shesh, nganjëherë shpreh me vete. Shëngjarje kanë përcjell njerëzit këtu. E fill pasaj më vinë ndërmend fjalët e Shakespeare-it. E gjithë bota është një skenë. Dhe burrat dhe gratë janë aktorë. Për herë të parë kam shkelur 7 vjeç, atëherë kur në vitet 1919-1920 Tirana po ndërtohej si një kryeqytet. E gjithë vitet më pas që i kam kaluar, më kanë bërë që ta ndjej veten qytetar të tij. Edhe sot që jam 83 vjeçar. Më duket sikur çdo pllak e tij ka gojë e mund të thotë diçka. Por në biografinë e gjithë viteve, ky shesh ka pasur një gjë të bukur. Ecjen e njerëzve. Jetën e tyre të përditshme. Kujtoj vitet e mbretërisë shqiptare të këtij shekulli. Gardën mbretërore, parlamentin e parë. Një pushtim që bashkë me shokët e pritë me lot ndër sy. Sepse do të humnim lirinë e ca më keq, ndihem dhunën. Edhe një herë, kjo skenë përcolli dramën e ndeshjes së luftës çlirimtare me rininë e një populli, me jetën që dhanë mijëra luftëtarë deri në çlirimin e plotë. Komunizmi ju kushtësua shqiptarëve me një formë të çuditshme. Regjimi nisi me shumë premtime dhe bile filloi edhe ai të mendoj për dekorin e këtij sheshi skenë. Nga 48-a deri më 53-shin, u luajt në këtë skenë akti i parë i tragjedisë Lufta e klasave. Dhuna e pushtoi muajin mars të vitit 1953 me detyrimin e një gjunjëzimi kolektiv. Komiteti Qendror i Partisë së Punës të Shqipërisë, Këshilli i Ministrave i Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Prezidiumi i Kuvendit Popullor të Republikës Popullore të Shqipërisë njoftojnë me dhëmbjen e pikëllimin më të madh partinë
dhe gjithë popullin shqiptar, sekretari i Këshillit të Ministrave të Bashkimit Sovjetik dhe sekretari i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, Josif Vissarionovich Stalini, vdiq më 5 mars në ora 9:50 të mbrëmjes pas një sëmundje të rëndë. Qaste të dhimbshme, popujt sovjetik, njerëzimi mbar dhe populli ynë goditen nga një fatkeqësi e madhe. Zemrat e njerëzve pushtohen nga një dërim i thellë. Stalini, drita e jetës sonë s'është më. Në këto ditë zije kaq të rëndë, zemrat tona rrajnë në Moskë. Me sy të përlotur, delegacione nga të gjitha rrethet drejtohen në legatën sovjetike për të shprehur ngushëllimet më të sinqerta. Ne jemi pranë popujve vëllezër sovjetik dhe ndajmë me ta këtij dërim kaq të madh. Humbja e shokut dhe mësuesit ton të lavdishëm është një goditje e rëndë që ka elmuar thellë zemrat e gjithë njerëzve tanë. Nga të gjitha anët e vendit vijnë për të shprehur pikëllimin e tyre e për të ngushëlluar nxënësin më të mirë të Stalinit në Shqipëri, shokun Enver. Ajo ditë nuk ka qenë kaq e bukur. Jo kaq e bukur, po s'ka qenë fare, ka qenë një ditë e zhymtë. Edhe na thanë nga zyre që do të kemi një mbledhje. Po ç'mbledhje, po hajdeni, edhe u nisëm këtej nga shtëpia botuese në infrashëri. Isha bashkë me të ndjerin Moisi Zaloshnja, ishte drejtori Spiro Gjaj, ishin Dimitër Pasko, ishte Halit Selfo, Sotir Caci, edhe erdhëm këtu, kur erdhëm këtu ishte mbushur gjithë sheshi. 9 mars, mëngjes, dita e 4 që ne kthihemi pas Stalinit. Askush s'don t'i besojë lajmit që tronditi aq shumë zemrat tona. Kujt i shkon të ndërmend se ne do të mblidheshim sot në një miting të tillë zije për më të dashurin e zemrave tona, për Stalinin ton të shtrenjtë e të adhuruar. Sa herë në këtë shesh janë ngritur lart flamuret tanë për Stalinin. Sa vargje dhe këngë për lavdinë e Stalinit kanë kumbuar këtu. Por sot njerëzit heshtin me sy të përlotur e zemrat pikëlluar në tinguit e përmortshëm. Në zemrat e njerëzve të cilët i bashkojnë për jetë dashuria për Stalinin. Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Punës së Shqipërisë dhe kryetari i Këshillit të Ministrave, shoku Enver Hoxha, bëri betimin përpara Stalinit të madh. Betim
Para Stalinit të madh, drejtuar popujve vëllezër të Bashkimit Sovjetik. Betohemi sot para shokut Stalin se do t'i qëndrojmë besnik këtë çështjes së madhe të Leninit dhe të Stalinit dhe Bashkimit të lavdishëm Sovjetik. Juve dhe neve, si dhe gjithë popujt e botës, na ka mbuluar sot një fatkeqësi e madhe. Udhëheqësi, mësuesi dhe ati jon i shtrenjtë Josif Visarionoviç Stalini mbylli sitët për gjithmonë. Pushoi së menduari, mendja e arkitektit të lavdishëm të socializmit dhe të komunizmit. Ne betohemi përpara shokut Stalin dhe ta forcojmë të ditë më shumë pushtetin popullor të punëtorëve dhe të fshatarëve punonjës. Ne betohemi para shokut Stalin dhe ta forcojmë akoma më shumë ushtrinë tonë heroike popullore dhe armën e sigurimit të shtetit, e do të mprejmë në kundër vigjilencë revolucionare për të bërë që të dështojnë gjitha planet e atyre që ndërojnë e dëmtojnë atëleun tonë socialist. Sa të jetë jeta, i paruar do të mbetet kujtimi i Josif Visarionoviç Stalinit. Tete gjysmë, nëntë, mirë po pritëm. Kur në orën 10 u dëgjua një ulurime të mërshme gruaje andej nga sahati. Një kuje, i themi neve, thamë që po bëhet kështu edhe. Kur një qastë, ora që besoj 10 vajte kështu edhe ishim në kam të gjithë kështu të sheshi. Kur një qastë, unë shikoj si kur një kosë po priste ato kokat e njerëzve edhe të gjithë uleshin, unë e pash veten time në kam. Edhe me njëherë ulla dhe unë edhe ushtriva këtë për tokë, të gjithë neve ushtrim për para viqit të artë. Ishim fare fëmijë në klasën e parë të gjimnazit. Ishte një ngjarje që shumë e çuditshme, na u duk sikur bota do të përmbysej në shkolla, kështu bëhej. Edhe erdhën njerëzit në këtë sheshin këtu. Mbaj mend shumë mirë. Enver Hoxha ishte aty. Ul në gjunjë. Mirë, po kur u bë gjithë kjo ceremoni, disa vajza të gjimnazit qeshën. Erdhi për të qeshur, nuk erdhi për të qarë. Dhe sigurisht që ato e pësuan, kujtohet shumë mirë një shoqja ime, Diana Alimi. Ata e përjashtuan nga gjimnazi për këtë punë. Bashkë me shoqjet e saj përjashtuan sepse qeshën atë ditë që vdi Stalin. Unë sparit u kënaqja se dëgjoja për të parën herë muzikë të Beethovenit, Mozartit dhe kompozitorëve të tjerë të mëdhej, rekjome që si kishte dëgjuar me përpara, se nuk lejoheshin. Të gjithë muzika u vu që kur filloi smundja e Stalinit dhe pasoj me vdekjen e Stalinit. Betohemi sot para shokut Stalin se do t'i qëndrojmë besnik këtë çështjes së madhe të Leninit dhe të Stalinit dhe Bashkimit të lavdishëm Sovjetik. Juve dhe neve,
si dhe gjithë popujt e botës, na ka mbuluar sot një fatkeqësi e madhe. Udhëheqësi, mësuesi dhe ati i jon i shtrenjtë Josif Visarionović Stalini mbylli si të përgjithmonë. Pushoi së menduari, mendja e gjeniut më të madh dhe më të ndritur të kohërave tona, e arkitektit të lavdishëm të socializmit dhe të komunizmit. Shoku Enver Hoxha është arkitekti i Shqipërisë re, organizator dhe udhëheqës i drejt për drejt i të gjitha atyre transformimeve revolucionare që janë bërë pas qërimit. E tërë jeta e ndërgjegjshme e shokut Enver Hoxha ka qenë luftë. Luftë për lirinë e atë dheut. Luftë për ndërtimin e socializmit. Luftë për emancipimin e popullit. Luftë kundër armiqve të jashtëm e të brendshëm që kërkonin të na kthenin mbrapsht në skllavrinë e mëparshme. Me një guxim të rrallë politik e pjekuri të thellë ideologjike, e udhëhoqi Partinë e Popullin në ndeshjet me komplotet, presionet e ndërhyrjet e shumta të armiqve të jetës sonë socialiste. Me Enver Hoxhën në krye, i thyen njërën pas tjetrës intrigat e kërcënimet e imperialistëve, përballuan sulmet anti-shqiptare të revizionistëve titistë, i rezistuan me sukses presioneve të krushovianëve dhe nuk u mashtruan nga pabesit e revizionistëve të kinesë. Figura e Enver Hoxhës është një figurë e madhe poliedrike. Ai mësoi partinë të qëndroj kurdoherë besnik e mësimeve të Marksit, Engelsit, Leninit, Stalinit dhe gjithë përvojës të luftrave revolucionare të proletariatit botror. Midis Enver Hoxhës dhe Stalinit është krimi përbashkë. Këta të dy kanë qenë përbindshë për mua. Ka bërë një gjë shumë të keqe, domethënë këtë popull e burgosi gjatë 50 vjetëve të. Ky njeri që e poshtëroi këtë popull, edhe populli pastaj e poshtëroi. Sa më keq që hoqë dhe zvarë, edhe qofta të bronzin e tija. Po ky njeri unë s'kam kohë, ose nuk duhet të shkruaj të bëj një libër për këtë njeri. Kështu në këtë shesh, u ngritën me qefin mbuluar kulte e fantazmat e bronzta diktatorësh. Shpesh herë, si qytetari i Tiranës, kaloj në këtë shesh. Kaloj në këtë skenë nga e cila forca e njerëzve shpori kultet dhe diktatorët e bronzt. Është përsëri kjo hapësirë, një skenë e madhe që përcjell në kohë ngjarje, kronika,
hapat e çdo dite jetë të njerëzve që sot kanë lirinë e tyre.